Është një hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe për këtë inshallah do të foli pak më shumë. Është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thot: "Idha arada Allahu", nëse Allah azza wa jall ja don robit të mirën. Nëse Allahu dikujt na ja do të mirën, ista'malahu, e shfrytëzon. Sahabët thanë: "Ja Rasulullah, dërgumi i Allahut. E çfarë shfrytëzon Allahu? Çish na shfrytëzon Allahu? Qish po na shfrytëzoj ka Allahu? Nëse don me ditë veten ti, që ja don Allahu, a je ti i dashur të Allahu? Se ne këtë don Allahun, vëllezër dashur. Musliman dhe jo musliman, të devotshmit dhe mëkatarët, që të gjithë e dojnë Allahun. Dhe gjithë pretendojnë se e dojnë Allahun. Kulin kuntum tuhibun Allahu wa rasul. Thuaj, o Muhammed, se këtë edhe mushrikët e Mekës kanë pretenduar se e dojnë Allahun. Edhe çdo krijesë të tjerën e tokës pretendon se e don Allahun. E nëse don me ditë tije, mua, neve, ana don Allahu, atëre këshire hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku tha: "Nëse Allahu ja don të mirën, nëse Allahu e don një rob, e don një musliman", edhe kjo është kanari me të cilën matna ne. Nëse don me mat veten se ana don Allahu, çe bujrom? Tha: "Ista'malahu", e shfrytëzon. E shfrytëzon. Than sahabët: "E çka do me thon fjala e shfrytëzon?" Tha: "Allahu ja mundson të punon punë të hajrit." Allahu ja mundson me punu punë të hajrit. Edhe e vazhdon atë punë. Non stop e punon qatë punë të mirë. Derisa t'ja merr shpirtin me qatë punë. Derisa t'ja dorëzon Allahu të amanetin me qatë punë. Nëse ne kemi do një punë, vëllezër të dashur, dhe kemi bu virtyt tonën të pandam, e kemi bu pjesë trupit tonë të pandam, edhe mburësh me atë punë, dije se kemi jetu me atë punë dhe në fund shpirtin Allahut kemi adhon me atë punë. Nuk ka mundësi, vëllezër dashur. Ne kemi për obligim dhe për borx të punojmë punë të mira. Kuli melu, e joni është me punua, e joni është me hakat, e joni është mu mundua, e joni është me i përvel krat, edhe me punu, punë të mira. Pastaj Allahu azza wa jall nuk na hub mundin neve. Allah azza wa jall nuk na çon poshtë lodhjen tonë. Përkundrazi, ka me na pague. Edhe nëse Allahu na pagun, atëherë smet për neve vetëm se xhenet. Për këtë vëllezër të dashur, ne në këtë muaj duhet me mësu vetveten tonë me ndonjë vepër. Me zgjedh, me pa ku je ti i dobishëm. Vëllezër dashur, nëse don me qenë i dashur te Allahu, ndihmoje fenë e Allahut. Shkurt. Matematike thjesht. Don me qenë i dashur te Allahu, e kur don Allahu, me bu me qenë i dashur te Allahu, vëllezër të dashur, Allahu senin e parë shka e ban e thirë Gjibrilin, me laçën më të madhe. I thot: "O Gjibril, hec këtu." E sa është Gjibrili i madh? Gjibrili i ka 600 flatra. Një flatër e ka mlu këtë horizontin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dy herë në jetën e vet e ka po në formën ashtu siç e ka jaratis Allahu Gjibrilin. 600 flatra, një flatër këtë horizont, këtë qiell, këtë hapësirë, këtë univers e mbulon me një flatër. E thirr Gjibrilin, i thot: "O Gjibril, hec këtu. Unë e du filonin, duje edhe ti." Imagjino Allah, farz ja ban Gjibrilit me desht. Edhe kur dën Gjibrili, a ka sen më të mirë. Gjibrili i thirr me laçet të cilët e mbajnë arshin e Allahut. Me laçet më të ngata. O me laçet çka e mbajnë arshin e Allahut. O Mikail, o Israfil, o me laçet e vdekjes. Allahu e dën filonin, dunja një edhe ju. Ato fillojnë me dashtën. Ju bëhet farz, sa Allahu don tije. Pastaj me laçet lart i thirin qiellit 6. Allah e do filonin dunja një edhe ju deri kështu, deri sa Allah subhanahu taala thot këtë dashuri që e ka Allahu, pasi që shpërndahet në qiell, fillon mu shpërndahet në tokë. Bosh i dashur për njerëzit. Ama nuk mundesh me arrit dashurinë e njerëzve pa punë. Nuk mundesh me arrit dashurinë te Allah subhanahu taala pa punuar, pa u munduar. Andaj Ramazani është kalitje. Ramazani është mejdan ku ne ushtrohemi. Ramazani është mejdan ku ne mundohemi me zgjidh vetin tonë ku jemi. Vëllezër të dashur, sa Ebu Bekra jam në umet? Një Ebu Bekr. Sa Omera janë në umet? Një.
Sahabët, se cilin kaptinën e vetë e ka thonë maksimumin. Nëse e krahason të Khalid ibn Walidin me Omer ibn al-Khattabin, a thonë matematik, aja është këtër kalibër, kjo është këtër e kalibër. Amo tu ditë e ka thonë maksimumin për fejnë Allah subhanahu wa taala. E Budherri, sa Budherra ka, numet një është. E krahason e Budherrin me Bilalin radiallahu anhu. Ki kalibër tjetër. Amo tu ditë e ka një thys të përbashkët, edhe aja është se e ka thonë maksimumin për fejnë Allahut. Desh Bilalin, desh e Budherrin. Merë Abdurrahman ibn Aufin. Lexoj Abdurrahman ibn Aufin. Kalibër komplet tjetër. Komplet njeri tjetër, biznesmen. 15 ditë vllazën të dashur ju kanë ndeshten. Imagjino. Do ta ceki këtu. Imagjino Abdurrahman ibn Aufi shpërngullet prej Mekës. Tingal. Çul. Tok. As dinar, as dirhem. Me minzehik prej Mekës dhe vin Medine. Me 100 qamete. I torturu mi larg prej shtëpisë gjithë shka. Fillon pin zero. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vllaznon me njërin prej ensarëve. Thot ti e ki këtë vlla. Fjala vlla, vllazësh atë na është pak, do thon, ne kena dhon kosës pak me fjalën vlla, a di? A e kam vlla, ama fjala vlla çesh ka të më thon, kur ti thuaj dikujt na vlla. Pejgamberi ka thonë ti ansar, ti e ki vlla Abdurrahman ibn Auf. Tha këtu Abdurrahman ibn Auf. Ai shef çto dy devat të mijet janë. Zgjedhë me rënjonën. Po të foli me gjuhën tonë, që po foli me gjuhën tonë. I ki dikera, mi thonë unë hoqës begjet, valla zgjedhë cilin gjip e merë. Valla së një thamë. E kam vlla, e du, nashta jap, e di, ama, ka thonë esë dy deve, Abdurrahmanin me Ensariun. Ensariu e merë të këgjërit, dy deve janë. Zgjedhë njënën, ta jap. Dy shpija, tha, që dy shpija të mijet janë. Tu dy shpijet janë të mijet, zgjedhë njënën, ta jap. Zgjedhë njënën ta jap. Para me do, ki ensari bujara, ki ensari trim, ki ensari musliman, ki ensari hakikat, 100%, për e donë pasurin përgjith. Imagino me paskon ti vend të Abdurrahman ibn Aufit. A disha këshmi thonë, e këtë gjetëm një kurban. Kur ta lisëm, e shqit, o Allah, ku na qove që kësej, o Allah shtoj që këto, që na of. Jo, ki bur akon. A i bur, ensari u bur. Tamam, hakikat musliman. Ama dhe Abdurrahman ibn Aufit nuk ka kon laskuc. Ja, sa kon laskuc. Nuk ka kon lakmitar. Ja, ka thonë shka? Ja, thët, barek Allahu fi malik vë ehlik. Tha, Allahu dhoft bereqet në pasurin tone, edhe në mollin tanë. Tha, Allah i ta shtoft. Tha, mu me veç një detir, une një lutje kam piti. Ha, qka do Abdurrahman? Tha, mu nësh me më quë në pazar. A mu nësh me më quë në pazar, me ma kalzu pazarin. Imaginonim, bin 90% tregtis në Medine e kanë pas jahudit. Edhe sot e kanë vëllezër. Pazarin e Medinës, busat e pazarit Medinës kanë qenë jahudi. Janë konë qifutat. Edhe gjithmonë kur ka dish me hi dikush në treg, dihet vëllezër të dashur, i kanë bë presion këto tregtarët jahudi që dështojnë tregti edhe ta mojnë atë, do me thonë parin, udhëhecin e biznisit ta kenë veç ato. Vazhdojnë, edhe në ditën e sotit e kanë njëtin e tretman dhe njëtin e politik. Mirë, po Abdurrahman i menç, Abdurrahman ibn Aufi. Çka boni Abdurrahman ibn Aufi? Shkojnë pazar. Ja ka vëzë pazarin, tha që kja pazari. Allah i shpërbleft, Allah nderoft. Mas 15 ditëve, vin Abdurrahman ibn Aufi te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me mjekrën e lyme. Mu ka zbardh pak do të me lije. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot, Harlikov, pse e ke li mjekrën? Tha, ma ka li gruja. Shka? Tha, ma ka li gruja, ja Rasulullah. Harlikov, po të si që i martum? A tha, u martova. Për 15 ditë. Tingal. 15 ditë nuse. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot, a ja dhove mehren? Thot, po be, ja Rasulullah, që si ja dhash mehren? Sa i dhove? Tha, në vatën min e dheheb. A thonë, disa lira të altonit. Allahu ekber, për 15 ditë. Altan ka vone. Biznis. Kanë, do me thonë, konkurencën e madhe të jahudive e ka përballu dhe ka fitu në biznis.
Tha, a ki bo darsëm? Tha, ja. A tha, dush me therë një kurban vllaznive musliman me u dhonë me hongër. Tha, mini herë ja Rasulullah. Edhe Abdurrahman ibn Awfi paramenon për 15 ditë sa ka arrit, po paramenon për 10 vjet sa ka arrit për 15 vjet. Për 15 vjet ka arrit që kur ka dek Abdurrahman ibn Awfi, do me thonë altonin e ka ndohe me kazma, qatë shumë që i kalon. Do me thonë zbesoj që i ka dhe një trektar që ja arrin pasurin të cilën e ka pos Abdurrahman ibn Awfi. Hama nuk u bo lakmitar. Ja tha, e kjo është një kaliber, ama edhe kjo është prej të përgëzume me xhenet. Edhe kjo është i përgëzume me xhenet. Nëse e krahason këtë me Khalid ibn Walidin, këto di kalibra ndryshëm janë. Apo këtë me Omerin, kaliber i ndryshëm. Amo kinë qatë kuakonën, qati kuakonën e ka thonë maksimumin. E çka du me thonë me këtë? Me këtë du me thonë se këshirën vllai dashur. Shiqoj ku e ki pozicionin ta në shoqëri. Shiqoj e vetën tonë ku mundesh me thonë maksimumin. Qati puno. S'mundesh me konë të universal, vllai dashur. Asun s'muj me konë universal. S'muj, hem hoq, hem që të ka të mu bo hoq, mu bo mehaniqar, mu bo në stallar, mu bo dërvar, s'muj, nja du të me morë. Qatë e kam, amo qati du të me dhonë maksimumin. Qati une me qëket punë, me qëket hoqlëk du të me fitu xhenetin. Suna me kamerën du të me fitu xhenetin. S'ka qare, me qata. Se qati ashtë i profesionalizum. Qati du të me fitu xhenetin. Dikush me sadaka, dikush me lexim Kurani, dikush me shkru me një librës, dikush vëllez dashur, me netëll be kanë fitu xhenetin. Nuk ka bezor me fitu xhenetin Allahut. Veç gjeje ti ku e jep maksimumin. Ti ku dush, ti ku e shef vetën tonë se ti çati mundesh me ndihmu fen Allahut. O Allah me mshins. E ka fitu xhenetin Allahut. Mshins. Ma e ka pasë që ati e maksimumin. E dini është një gruje që në historia asemrin se adina, vllai dash. Në më thonë, s'ka historian i cili ja ka përmeni emnin, se kur kush nuk ja di. Se synin e njerëzve ka qenë, do më thonë, synin e njerëzve ka qenë një zanat i cili nuk i ka ndhonë rëndësi dhe nuk i ka ndhonë pesh. Edhe bile, e di qish njifët? Gruja e zes. Do më thonë, ka qenë një gruje, e cila është kujdes me mshi xhamien. Punë e vogël. Synin tem e vogël. Edhe synin e shumë sa vakun e vogël. Shumë e vogël akon. As emnin se ka ndit, as bemnin, as kush është, veç e ka njoftë që si gruaja e zezë, e cila e mshin xhamien. Edhe si ka ndonë rasti punës sajna, ka vdek. Ka ndru jetë. Se ka lemru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Si kanë kallzu pejgamberi që vdiq Vilonja. Çka bune? Mas 2 ditëve, 3 ditëve pejgamberi e shef mungesën e sajna. E çka du me thonë? Du me ju thonë vëllezër të dashur, bani do një punë që nëse ti mungon mu po mungesa jote. Mu diktu mungesa jote. Kur të falish namaz në xhami, 5 kohë, nëse shkon në xhami vëllezër të dashur, 3 ditë mos me shkue, ka mu vërret mungesa jote. Nëse ki pas zakon mi dhonën për shembull 100 denar sadaka, çat ditë që s'kemi dhon ka mu pa mungesa jote. A shef që çket me xhlisin ku ina e ban zakon me pru 2 soka. 2 soka. Apo 2 shishe ujë, që? Zakon. Ja ban vetës, që çdo herë që ka marrë 2 shishe ujë ka me prue. Një ditë mos marr. Ka me mungu killoj ujtit. Edhe këtë e di se mungon filoni. Domethënë, le të bëmi për atyre burrave të cilët punojmë. Edhe mundona, e japim maksimumin, e nëse ne mungojmë, dëvërrehet mungesa jonë. E mos bona pre atyre të cilët prezenca dhe mungesa jonë është njajtë. A keva, s'keve, zvërrejesh. A punova, s'punove, vërrejesh. Zvërrejesh heq. Për kundra se, ban punë të cilët ti do të vërrejesh, për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 3 ditë nuk e në xhami, 4 ditë tha ku është ajo gruaja? E pa mungesën e sajna. E vërreti mungesën e sajna. E po se xhamia nuk kanë rregull, xhamia nuk ka mshime, nuk ka e rregulluar. Tha ku është filonja? Tha ja Resulullah ka dekën. Tha vdeq edhe vorosëm ne. Tha vdeq edhe vorosët nuk më thirrët mua, nuk më lajmëruat, sikur që ato do me thonë e mangësun. E mangësun apo nuk ja vlerësun punën që ka e bajke me netëll që më shike xhamien. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam
Çka buni vëllezër dashur? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja buni shkoj te vorët, hajdeni me mua thash shoktë mi, shkoj te vorët dhe ja fali xhenazën aty. Edhe aq të bukur e buni një dua, sa që njëri prej sahabive tha me paskon unë i dekti. Aq bukur, aq lut për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe aq fjalë të mira, aq dua të ëmbël ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa që sahabët kishin pas dëshirë me paskon në vendin e sajna. Se lutja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk kthehet bosh. Për këtë vëllezër dashur, nëse e don Allahu një rob e shfrytëzon. Për këtë është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë ahabbul amali ila Allah. Pre punëve më shumti që i don Allahu subhanahu wa taala, adwamuha wa inqal. Tash kanë të vazhdueshme. Shaki mu njoft. Në histori islame nëse përmendet drejtësia, kush i shkon mend? Omer. Me automatizëm, hiç s'menosh. Hiç nuk e lodh krijen vllai dashur. Trimëria, burria, strateg ushtara kush është? Khalid ibn Walidi, këtë njefni, hiç s'ka nevojë me përmend. Trim, Abu Bekr. Muezzin Bilal. Secili e ka pas. Për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Muadhi ka thonë, mas mirë ti çeti halallin haramin kush është? Muadhi radiallahu anhu. S'ka thonë këtë ditë, këtë xhallar, këtë ulem, jo. Muadhi është halallin haramin. Alia ka thonë, është mas mirë ti që gjikon si më i mirë është Aliu. Uthmani radiallahu anhu është njoft për turbin të cilin e ka pas. Secili, domethënë, mundoje me gjetë vendin tanë, shoqërinë tonë, rrethin ku jetojmë ne, ku mund ja japna maksimumin, edhe çatile ta domethënë çatile ta japmi maksimumin, edhe gjithë energjinë tonë çatile ta harxojmë. Kjo është e para. E dyta një hadith i njëjtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Idha ahabba Allahu 'abdan as-salahu. Idha arada Allahu bi 'abdin khayra", nëse Allah ja don një njeri të mirën, e ban tamël. E ban tamël. E kur ti je i jamël këtë dojnë vllai dashur. Jo i vrasht. Ja. Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lam fadda min hawlik. Nëse je i vrasht, kur kush be nuk do Allah. Hiç çfarë. Lo anfaqta ma fil ardi jamia tha, nëse jep çka të dush tha, këtë dunjon me pasdon, që mi bashku musliman jo, me moral edhe me sjellje. Edhe e njëjti hadith me një formë tjetër vend, tha nëse Allah azza xhel ja do të dikun në hajrin e pastron. Edhe në fund ja merr shpirtin çashtu. Lutna Allahun azza xhel që të na bën për atyre të cilët i dorëzojnë shpirtet me iman. Lutmi Allahun azza xhel që të jemi për atyre të cilët punojmë vëllezër dashur. E ceka sot namaz sabahit një hadith, po jo cekë edhe juve, është hadith i cili t'jep energji edhe frikë që non stop t'jesh në punë. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: ekziston mundësia që një njeri të punon me punë me vepra të bën punë xhenetlive, pak më shqiptarski. Punon punë xhenetit. Domethënë non stop punë të mira, non stop ibadet. Hatta le yabqa bainahu wa bain al-jannati, derisa smet mes tij dhe xhenetit dhira, një kut. Domethënë ti për me një xhenet edhe i ki edhe një gjys hapi. Jo një hap, gjys hapi. Thumma yuzbikuhu al-kitab. I ndrohet libri. Edhe bëhet për xhenem live. S'kemi garancë. Nuk kemi garancë vëllai dashur. Mos mendo se je në xhami, domethënë ki rastin atij e sahabit i cili luftën e Khajberit nëse zgaboi luftën, domethënë ka dhënë maksimumin. Sahabët kur e kanë pa ata janë trimruar, ai ka qenë trim, ai ka qenë buri burrave, ai i cili ka udhëheq në betejë, është kallëzuar më i fortë më të fortëve, trimi më trimave. Sahabët e kanë admiruar ata, domethënë sahabët janë mahnit për trimrinë e tina, edhe duke e këshirë se çfarë burri është, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po i thon zarm është, në xhenem është. La ilaha illallah. O dërgumi Allahut. Atë shka të bunke. Perishan atë i po qafira, që zarm? Thot zarm është. Pse? Tha, është plagos. Është plagos. S'ka mujt me bo sabër. Edhe e ka mit vetin. Është plagos. Për me anë kontrim, e ka thonë maksimumin. Është plagos. S'ka mujt me durue, me bo sabër. E ka mbyt vetin, zam xhenimit ashtu. Çfarë garancë kemi ne? Çfarë garancë kemi ne? Omer radiallahu anhu atut, Omer, për këtë vëllezër i lumja i cili punon
Për veprave më dashura tek Allahu azza wa jall janë ato të cilat janë të pakta, mirë po të vazhdueshmet deri në vdekje. Nuk ka pështim. Lutë Allahu azza wa jall ne vëdhuhet në fal gjunat.